Rita, komisarisht në pjesën e dytë të nderuar televizikues, do të presim telefonatën e parë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje zoti Bledi. Mëngjesi. Dhe ju uroj një ditë të mbarë. Gjithashtu. Unë do kisha dy mendime. Po? U bën zgjedhjet. Jo u manipuluan, jo se manipuluan, kemi kaq vite që po e shohim demokracinë si po ecën. Dhe ne si popull themi që do shkojmë drejt Amerikës. Edhe vërtet Amerika është primare në gjithë botën. Në qoftë se ne do ecim si Amerika, u ndan tani kush është i majti, kush është i djathti. Sa lezet ka në Amerikë, fiton e majta, rrin 4 vjet. Nuk i pëlqen ose e merr 2 vite. U ndan shumë mirë. E majta është siç është. E djathta le të bashkohen ato të dy, bëjnë 2 parti, presidenti të bëhet nga populli, edhe mrekulli. Kurse këtu s'merret vesh, hajde bëjmë parti çka të vogla ashtu siç thoshte Berisha, se ka i çik mençuria, është i vjetër, po ka i çik mençuri. Parti çka nuk duhen, atëre të hiqen 2 kështu, edhe mrekulli do detyrimisht do ta pranojsh verdiktin. Është verdikti i popullit, po. Tani jo bëhet kështu, bëhet ashtu. Ky është mendimi im, nuk e di. Unë jam moshë e vjetër aktualisht, por unë jam me brezin e ri. Në qoftë se do ketë të rinj si puna jote, që je shembull, unë të admiroj për qetësinë, për versionin e mirë që jep, domethënë që përshtatesh edhe me brezin e vjetër dhe të ri, më pëlqen si natyrë, ashtu dhe je shembull për shembull. Nga ana jote duhet marrni shembull edhe të rinj dhe të vjetrit. Bashkohemi, hajde të bëjmë më të mirën që do vendi. E djathta është e djathtë, e majta është e majta. Hajde bëjmë 15-20 parti, të gjithë, domethënë, kush punon? Hajde të gjithë të spekulojmë kush do punoj, i shkreti popull, pastaj e kanë kurizë gjithë gjërat. Unë kaq kisha mos të haj nga ato. Ju faleminderit për gjithë të mirat, çao. Gjithë të mirat. Ju presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Gjithë të mirat, çao. Alo? Alo, ju dëgjoj. Po ju dëgjoj, përshëndetje zonjë. Je një angjëll vllai. Faleminderit. Je një djalë i mrekullueshëm. Po më vjen shumë çudi që si thon gjyqtarët të korruptuar. Unë nuk besoj se mund të jenë gjyqtarët, po janë ministrat e kryeministrat që futet në burg një që ka një cigare dhe nuk futen ata që janë me ton drogë, kokainë. Hynë në burg 5 ditë dhe dalin. Nuk e di vllai nënës. Vërtet jemi të kësaj partie, po jo kështu. Nuk ka drejtësi në ministrat, kryeministrat. Populli vuan për bukë, s'kan bukë të hanë sot. Tulla, lat, shkull, plaka të një partie, vërë një partie. Populli nuk do plaka vllazës, do vi nga fshatrat ule në Tiranë. Apo do shkoj nga fshatrat, vi në një fshat, në qytet, ulet atje në për ato plakat e në për këto. Shikoj shkollat, shikoj gjerat. Na ngele në televizor. Na janë urryetur televizorat. Me miliona para. Me rrugë të me xhirot e këtyre. Me nxënësit e këtyre të mëdhejve që ikin jashtë shtetit, me pagesat më të larta, po populli që i ka të mbyllur fëmijë se s'ka lek të futi në shkollë, se sa shkolla private, spitalat e degeneruara, shko në spital të shtetit të çoni spital privat, të tillë doktora janë këtej, të tillë këtej. Po vdesin gra, po vdesin fëmijë, në për spitala, gabimet e doktorave të rinj, apo të vjetër që janë. Ikën doktorat vllai nënës, ikën në gjithë botën. Pse nuk shikojnë këto gjëra? Pse nuk shikojnë fukarej që s'kan shtëpi? Hajde se unë kam një shtëpi, kam futur kokën se kam punuar 25 vjet jashtë shtetit. Nuk po flas për veten time. Të punosh 25 vjet në Shqipëri, të marrësh 70.000 lekë pension. Ku janë këto, zotri? Ku gjenden këto? Sa të tjerë vuaj? Nuk e di, kjo se verri
Edhe këto lojra që bëhen është e çuditshme. Nuk dua më shumë se 10 veta si ty, të jenë në qeveri, se s'poj dua fare të më dash atje në televizor. Të ishe ministër, zotri. Ministër të ishe sot ti, edhe shumë shok sa si tyja. Falenderoj shumë për komplimentet, por edhe opinion që ndatë së bashku këtu me ne në kohë për të zgjuar. Do të presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo. Një mëgjesi, zonë, ju të gjë. Flasë nga zona e Zverishtit. Po? Kemi një muaj pa ujë. Një vazhdon problematika e ujt atje. Po, sot është dita e 7 që nuk na vjen ujë i fare. As edhe një, po themi as edhe një orë. As edhe 10 minuta. Ndërkohë, sa i takon aseteve tjera të bashkisë, autobote ka arë furnizimi? Në lagjen tonë, përsa me sa kam parë unë jo. Nuk ka patur asnjë lloj asistence pra nga njësia bashkiake. I bëjmë thirrje kryetarit bashkisë, ne e dim që situata është pak e vështirë, po jo të rrim një javë pa ujë. Edhe një muaj të tërë pa ujë interesuar askush për Zverishtin. Zonjë, falenderoj edhe juve shumë që ngritet shqetësimin e vërtet. Jo, edhe e dyta. Po, të lutem. Në lidhje me autobusët e Zverishtit. Po? Duam kontroll nga ana bashkisë për punën e kondicionerëve. Çfarë ndodh? Nuk ndizen? Nuk ndizën kondicionerët. I kanë dhe nuk i ndezin. Ndërkohë se temperaturat e larta bëjnë punën e vet. E kuptoj. Mirë, unë falenderoj shumë që i ngritet shqetësimet tuaja këtu në kohë për të zgjuar. Probleme vërtet serioze për zonën e Zverishtit dhe mos furnizim me ujë, që është një problem sistematik, por edhe cilësia e shërbimit në transportin urban. Vjojmë presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, zoti Bledi. Po, ju të gjë. Respekte nga ana ime. Faleminderit. Për durimin, për sqarimet që bëni shumë të sakta. Është koha juaj, s'ka asnjë problem. Do ta ngrej përsëri këtë problem. Bëhet fjalë për truallin të shkollës baletit. Është një detyrim shtetëror. Vllai ka qenë në moshën 55 vjeç ku ka futur dosjen. Sot është 80 vjeç që ka prokurën. Dhe me një dokumentacion të saktë, lindur e rritur i 100 vjet në atë truall, u bë shkollën baletit, është detyrim shtetëror, zoti Bledi. Por nuk e ndjejnë as ato që ikën dhe këto që janë. E kuptoj. Zoti kryeministër e premtoi brenda këtij mandati do shlyen kompensimin e pronave. Ka mundësi. Ju jeni futur në skemë, zonjë? Domethënë, ju është marrë për parasysh për truallin që shkollën baletit. Jo, dakord për trullin. Po flasë aplikimin e keni bërë pranë agjencisë për hetimit pronave? Ka aplikuar vllai disa herë. Dhe është njohur letrat dhe thon pa mjaftueshmëri fondesh. Po mirë, 25 vite të mos bëhet ky fond, doli vlera. Ka mbi 3 muaj që ka dalë vera mbas 23-4 vitesh. Pra u është normal. Jemi dakord. A ka mundësi me numër llogarie vajte e mori në kredin bank? Shko, u bë gen plan i ri se shkolla është rrethuar, nuk është tek as diplom. Tani, a ka mundësi ta i bëjmë të kompensim financiar? Është një kusht demokratik që duhet ta kishin zgjidhur me kohë. Ne nuk po kërkojmë ka marrë vonesën e këtij shteti. Po vin letra dhe thon pa mjaftueshmëri fondesh, po nuk u gjetën këto fonde 25 vite, zoti Bledi. Po tash çdo bëhet me ne. Ti bëj një thirrje zotit kryeministër, na i shlyej, na i bëj atë kompensim financiar, se nuk pret mofsha më. Po është edhe detyrim ligjor. Jo pa diskutim që po është edhe drejta juaj. Edhe zonjës Qato. Që kur ishte zoti Qefa, nuk vin letra pa mjaftueshmëri fondi. Zoti Peka pa mjaftueshmëri fondi. Dhe nga zonja Sonila Qato përsëri pa mjaftueshmëri fondi. Po të lutem shumë zonja Sonila, nëse mundesh, a mundesh na i shlyesh edhe na i bësh për kompensim financiar? Jo vetëm që është detyrim shtetëror, por edhe ligjor. Tani problemin dy që dua të ndrej unë. Po? Nga zoti Erion Veliaj, u çon një drejtor atje, një meritan Gjojdeshi, dhe pushoi 500 punojës ndërmjet tyre dhe djali im e vetmja diplom brezi i parë që ka mbaruar inxhinieri ujrash, me recencë shëndetësimin e ujrave të ndotura. Dhe djali im sot 33 vjeç është pa punë. 500 punojës të nuk e ka bërë diktatura. Diktatura të specializonte në atë profesion, ku dinin të gjitha, dhe të mbante në punë. Këto
me fare të pa, nuk e di, 500 punojsh, zoti Erioni them, të lutem, e takova dhe tek inaugurimi pazarit ri, të më shkruaj djali, po ka shkruaj tur 10 herë, ka fitu gjyqin dhe jo vetëm që nuk merr rrogat që i takojnë, por ta rikthej në punë. Djali 33 vjeç, të jetojmë ne me pension invaliditeti, po kur çdo më thën kjo, është merr sinqerisht po. Jemi shumë të pakënaqur. Ta mbyll problemin, të zgjidhni problemin e truallit të shkollës baletit. Se është detyrim shtetëror, unë po të shërbej o shtet. Dhe ti duhet ta ndjesh që mua duhet më kompensosh. Vlera ka dalë, të lëvroj fondin dhe ne ta mbyllim këtë problem. Shumë faleminderit. Faleminderit juve që i ngritet të dyja shqetësimet tuaja këtu, zonjë. Do ju presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes, zoti Blendi. Mirëmëngjesi. Tani, News 24 ka gati i mbushi 20 vjetë që bisedon dhe bashkëbisedon me gjithë popullin e Shqipërisë. Dhe bashkëgjatë të këtyre 20 vjetëve, të gjitha që diskutojnë, të gjithë qytetarët kanë ankesa në zyrat e shtetit, në zyrat private, probleme me gjyqësorin, probleme me kthimin e pronave dhe kështu me radhë. Mua më bën përshtypje tani pse janë irrituar kaq shumë disa mjek, disa punonjës për atë listën që e kanë quajtur ata të zezë. Por a janë të gjitha këto në atë listë emrat që i kemi dëgjuar me qindra herë, emrin e mjekut, emrin e gjyqtarit, emrin e punonjësit të hipotekës. Kudo që shkojnë në përzyra, të gjithë kanë hasur vështirësi. Të gjithë populli është i pakënaqur në drejtim të shërbimit të shpejtë dhe efikas në problemet që ata kanë. Më bën përshtypje tani që një mjek ngrihet, shumë i dëgjuar, i respektuar, dhe kujton 44 zoti mentor Petrela, më bëri shumë përshtypje. Pse ta kujtoj një gjë të tillë? Ne tani jemi në 2017, do me thënë kanë kaluar vite. Ndoshta duhet ta lexoni një zotin Petrela si e ka argumentuar, pastaj ta komentoni. Jo, vetëm dua të them vetëm diçka. Pse u prekën kaq shumë disa persona? Pse u prekën kaq shumë? Ndoshta janë në drejtën e tyre. Një sekond, të lutem. Ajo listë nuk është që thohet të gjitha persona do të pushkatohen, do dënohen, do hiqen nga profesioni, do bëhet kështu. Jo. Ato janë të gjitha ankesat që kemi bërë ne si popull. Edhe në emrin tim, për shembull, mund të vijë një nxënësim që thotë ajo në këtë vitin kaq më ka lënë në klasë 2 herë në të njëjtin provim. Flas për faktin tim që jam mësuese. Çdo irritohem, e kam lënë në provim. E keni lënë me pa drejt? Jo, drejtisht jo. Por ama vetëm mos harroni një gjë. Po ky për diskutimin. Një minutë kur jam nisur të shkoj për të bërë një operacion në mos ta zë më emër në gojë, janë kërkuar 1.200 euro, 1.300 euro. Prandaj, asnjëri të mos revoltohet, nuk është listë e zezë, është lista emra që ne ankojmë në internet, as i ka pushuar njëri nga puna, vetëm thuhet, keni kujdes, se populli ka që jush është i pakënaqur. Veproni më me humanizëm i çik, më me tolerancë, më mirë, në zyrë, mos i çoni 5 herë në të njëjtin vend, jo 3 herë një certifikat. Prandaj, unë nuk e quaj për listë zezë, dhe sqaroj disa ditë me radhë kryeministri, që kjo listë është që shikoni se nga populli ka shi jush ka një ankesë. Dhe kur ka një ankesë ka shi meje, unë e marr në konsiderat dhe vazhdoj punën më mirë. Dhe një vretje shumë të vogël, miqësore, dashamirë se ka shi gazetarëve. Juve dhe të tjerëve, po ju jeni shumë i ri. Tani, mos e nxini ka shumë listën, mos i bëni bojën e zezë. Duhet të merret me tolerancë, që populli as mos acarohen ata që janë prekur, po dhe popullit mos ngrihet si unë tani që të them me radhë. Dëshiron të them sa lek merret i provim, dëshiron të them me emrave të gjithë atyre të hipotekës sa lek ka marrë për të marrë hipotekë, po të duash, ja u them juve, atje nuk kam shënu gjë, se nuk i kam myrës e pune, por mos e nxini me bojë të zezë, sqarojini popullin që kjo është një situatë jo populizëm, nuk ka për populizëm, ka kalu koha e populizmit, është një situatë që njerëzit po ankohen dhe kemi 27 vjetë që po ankohemi, s'ka marrë pronën time akoma, as një kokër leku, as një metër dhe jetojnë në kushtet më skandaloze.
më skandaloze dhe nuk e kam hapur gojën. Prandaj, po të duam ata, në qoftë se ndonjëri do ngrihet të thotë, pse zë emri im, ta dini që ky popull do të nxjerrë dhe 100 fakte të tjera për ta. Nuk i vrau njeri, nuk i pushkatoj, nuk i hoqi zanatin, profesionin. S'ka nevojë të na i tregojnë se kush jam. I njohim shumë mirë. Na njohim shumë mirë, prandaj dhe ju gazetarët, një çik dashuri, një çik tolerancë të sqarohen, që kjo listë populli është ankuar 20 vjet, unë kam thënë kështu, kryeministri, kryetarët e bashkisë, një punonjës së bashkisë ta lënë gjysore të japin leje në ditë, të dëgjojë se çfarë thot populli, bashkia dhe qeveria do të jetë rregull. Më kuptoni? Ka qenë zoti bashkim, ja kam thënë. Vetëm në emisionin tuaj, për 20 vjet do ishte rregulluar Shqipëria, duke dëgjuar ankesat dhe kërkesat që kanë. Qoftë për ujin që duhet të zgjidh me kohë, iku koha. Qoftë për dritat që është zgjidhur tani, qoftë për çdo gjë dhe për pronat për 27 vjet. Po t'u kishin dëgjuar ju, të kishin lënë një punonjës, t'ia falin një gjysore, do ta dini se çfarë kërkesa ka populli dhe nuk do arrinte të dalin tani këto gjëra. Blendi, faleminderit, ju jeni idealim, ju uroj suksese dhe gjithë mirat. Faleminderit edhe një herë. Ju lutem. Vjen presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo? Mëngjes. Mirëmëngjesi. Doja të thosha diçka në lidhje me tapitë e shtëpive. Patjetër. Po flas. Zonjë, uleni zërin, lutem, edhe flasim bashk. Po. Faleminderit. Tani kam gati një vit që kam lexuar në internet tapinë e shtëpisë. Edhe kam qenë për institucionet, bashkinë të Zvetë Luizit dhe nuk më sqarojnë. Në çfarë zonë? Kam lexuar në internet. Më fal, ku jetoni? Unë Divjak. Në Divjak, po thoni që Aluizni i Lushnjës nuk bën punën që duhet bëj. Po, nuk e di, pra, kur vajta atje, në fakt Burrim ka bërë 2 aplikime, dhe ky drejtori i Luizit nuk po tregoi aplikimi që është marrë për bazë, janë bërë letër, po ka treguar një aplikim që nuk është marrë për bazë. Se tani, sa aplikime dëshën të bëhen, nuk do mirën gjithë për bazë, një do mirë për bazë. Po. E kuptoj. Dhe tani ju kërkoni që t'ju legalizohet shtëpia, besoj, apo? Më është legalizuar shtëpia, tapia ka dalë, e kam lexuar në internet, zotri. E kam lexuar në internet tapinë e shtëpisë, edhe leksa janë për të paguar. Tani kam gati një vit që kam lexuar edhe nuk më ndihmon njëri, nuk më sqaron njëri për këtë. E kuptoj. Në fakt jam në basketezë dhe prandaj është kjo, edhe jam pa letra, pa gjë, çdo gjë është në emër të burrit, prandaj dua që të më sqarojnë dhe mua. Se Burrim, jo se nuk e di, po jam unë ajo, dhe fjalë që jam me probleme. Do ta sqaroni me punën. Si? Do ta merrin nëse informacionin e ka burri, atëherë nuk është, besoj se ka një problem. Është në emër të burrit kjo, po jam me këtë bashkëtesë, janë to pa letra pa E kuptoj shumë mirë, po problemi është që nuk ka asnjë problemi, nëse në prona është në emër të burrit, është në emër të burrit. Këto pastaj janë çështje që ndahen në gjykat. Prandaj dua që kjo të bëhet me, jo të lutem, dua që tapia e shtëpisë të vihet në emër të dyve. Po kjo bëhet me konsensusin e të dyve që në momentin që vendoset dhe ndiqet procedura në nisje. Dakord, janë, po mua të paktën më sqarojnë, më thonë që po tapia e shtëpisë, po mua më thonë që nuk ka dalë tapia, nuk më sqarojnë. Do ta zgjidhim atë që bashkëtoni, më pas kërkoni drejtën në institucionet përkatëse si do veproni, sepse jeni ju që inicioni procesin, nuk janë ata. Se kam përshtypjen është bërë një kërkesë për shembull nga burri juaj aktual. Është bërë një kërkesë për legalizim dhe legalizimi është bërë. Më pas, kur bëhet ndarja pasurisë, po kjo është një çështje që duhet ta ndani me njëri tjetrin. Unë nuk dua që të ndajnë këto pasurinë. Po nuk ja sqaron zyrat e shtetit se çfarë do bëni ju në familjen tuaj. Nuk dua të ndihmojnë për familjen time, po duhet më sqarojnë, më thonë po tapia shtëpisë ka dalë, po më thonë nuk ka dalë. Po përdesa thoni që ai e ka, do thotë që ka dalë, nuk ka rëndësi pastaj nëse se çfarë thonë. Zonjë, ju lutem më kuptoni drejt se kemi edhe nevojë që t'japim të tjerë fjalën, nuk është çështje e zyrash shtetërore ashtu siç e kërkoni, është çështje që do ta zgjidhim me bashkëshortin tuaj. Presim një tjetër telefonat, faleminderit. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Nga kur vini ju marrim. Ju përshëndes. Përshëndetje. Çfarë bëhet me këto dëftesa të shkollës? Akoma s'bën gjë. Akoma thoni nuk janë shpërndar? Fare, por ja. E kuptoj, as për nxënësit që kishin nxitimin për të shkuar dhe për të aplikuar për studimin e shtetit. Unë flas për të liçaren, çfarë? E kuptoj. Po nëse
unë nuk di t'ju them realisht, pak ditë më parë Ministrja e Arsimit u shpreh që ishte zgjidhur. Po që besoj që çështja ishte zgjidhur dhe nuk më merr të mendje që nuk ka marrë ende një zgjidhje. Gjithsesi ne do ta verifikojmë çështjen dhe nëse nuk ka realisht një zgjidhje, ka vonesa, ne do të kemi mundësi ta pasqyrojmë dhe të kërkojmë informacion pranë institucioneve përkatëse. Mirë. Ju falenderoj. Presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo? Alo? Po ju dëgjoj zonjë, përshëndetje. Mirëmëngjes, Bledi. Mirëmëngjesi. Pikë së pari, tash ky është emision për të paraqitur problemet. Tash kur fillojnë muhabetet njerëzit, na humbasin dhe neve minutat. Tani, janë dy probleme këtu. Po? Problemi i parë. Dëgjova një zonjë që tha që në kondicionerët e autobusave nuk punojnë. Në Izberisht. Po? Të dishti autobusat e Vlorës që janë si kujt i kanë prur në Kabuli, të habitesh qytet gazetar me autobusa për i bret, me orare të reduktuara, me rrugë të reduktuara, që do me thënë jemi si në një fshat, jo si një qytet bregdetar që është me rëndësi. Kjo është e para. E dyta, në ato listat që ishin atje nuk pash në një ndërtues që i kanë lënë këto pallate këtu në Vlorë për i bret. Për i bret, nuk përgjigjet njeri. U kanë dhënë lejet e ndërtimit. Nuk kanë ardhur të marrin pallatet në dorëzim. Katet e para të pallateve janë të mbushura me ujë, ato që gjoja do i bënin parkime. Me 8 kate, 9 kate pallati pa vënë ashensori, pa citofon, pa kanjëlla shkallët. Ku e lën këtë Vlorë me këtë? Ka këtu bashki, ka këtu institucione. Çfarë mund të ketë në këtë Vlorë kështu? Që i lën pallatet në këtë gjendje, pronarët bëjnë pallate mbi pallate, shtojnë kate për vete të tyre, bëjnë perandori për vete të tyre, i pajisin me të tëra, dhe i lënë pallatin pa ashensor, njerëzit të moshuar, të sëmur, ngjiten. Është një problem i madh këtu në Vlorë dhe nuk vë dorë njeri. Ky kryetari i bashkisë është njeri i mirë, ka filluar bën ca punë, po këto janë punë që janë më imediate s'ka ku të vej më. Më imediate s'ka ku të vej. Prandaj, ju lutemi e ngrimi këtë problem, nuk e di se çfarë probleme kanë ngritur me këta njerëz që janë në qinçin e Edi Ramës, po Edi Rama të shikojë ndërtuesit e Vlorës që i kanë lënë për i bret pallatet. Janë me kokra pallatet që janë për së mbari. Të vish në Tiranë, shikon sheshet shtruara të pallateve, shikon ululishte, shikon stola, dësa këtu në Vlorë, është për i bret, bëjnë pallate për qejf të tyre pronarë dhe nuk pyesin fare për ata që kanë dhënë dhe lekët. Kanë dhënë lekët njerëzit, edhe i lënë pa ashensor, ngjiten 4-8, 4-9 pa ashensor. Pse? Këto lekë ku kanë shkuar? Çfarë ka bërë ky ndërtues? Çfarë po bën ky ndërtues? Jo është faj, zonë, ju garantojnë është faj atyre njerëzve që kanë blerë shtëpinë dhe nuk e kërkojnë leje. Ja, po do ta gjejmë këtë faj neve tash. Në kontratë me ndërtuesin. Ato po probleme janë, po të shikoj këto probleme. Vlora është për i bret, autobusat një, me orare, me autobusat të vjetër, kanë konflikt interesi midis privatit, midis shtetërorit, por, ama, zgjidhe, jep orar të më të zgjatur, dregdetar është bërë lungomarja, e jep të reduktuar, po s'ka njerëz në darkë, po ke patur fluks gjithë ditën, në qoftë se ke, po pse vetëm interesi i autobusave, po i popullit këtu, po i popullit punon me dhe bileta, nuk punon falur, kështu që duhet të vijet dorë urgjentisht, Edi Rama duhet të gjej këtë mesazh, kaq po të them unë. Faleminderit që më dëgjove, zoti Bledi, edhe respekte. Faleminderit juve që ngritët ju shqetësime dhe opinionet tuaja këtu në kohë për të zgjuar. Këtë nderuar televizionist ishte telefonata e fundit për sot, bashkë do të ritakojmë sërish nesër në të njëjtën orë. Unë falenderoj për vëmendjen.